Të nderuar motra dhe vëllezër shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndihem thellësisht i nderuar dhe i privilegjuar sot që jam këtu para jush për të sjellë dhe për përcjell zërin e çamërisë, pjesë vitale dhe që vlerëson hartën identitare të kombit shqiptar. Pari doja që të falenderoja babain e të qesë Eltonin për ftesën që mua më bëri. Në fillim isha hezitues, sepse siç e dini në Shqipëri tash është fushata elektorale. Pra për një muaj ne kemi zgjedhur atje dhe impenjimet janë të tilla që ishte një kohë e papërshtatshme, po më bëri shumë përshtypje mënyra se si e transmetonte dëshirën që një shqiptar i çamërisë ishte sot me ju. Dhe nuk ja prisha dot babain tonë. Po sot kuptoj që kam bërë shumë mirë që kam ardhur në Visiush, sepse pata fatin që ta kuptoj shumë mirë çfarë është kjo teqja e Michiganit. Kisha dëgjuar për të si i vatër e patriotizmit shqiptar, por kuptova që është një vatër e madhe e gjithë shqiptarëve, një shtëpi e madhe e gjithë shqiptarëve. Por po kaq kënaqësi kisha kur vizitova edhe xhamin. Dhe aty ishte një komunitet i tërë shqiptarësh. Po kaq i privilegjuar isha që pata sot një vizitë në kishën katolike dhe mora pjesë në një mesh. Aty kuptova që Zoti bashkon dhe nuk ndan. Dhe ju jeni komunitet vital që mbani gjallë atë dashurinë edhe shqiptarinë. Sot ne jemi mbledhur këtu në këtë tokë mikpritëse të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, larg vendlindjes tonë, por pranë njëri tjetrit me zemër, për të festuar një nga ditët më të ndritura të kalendarit shpirtëror dhe kulturor bektashi, Nevruzin, ditën e ringjalljes së shpresës dhe të jetës. Nevruzi është më shumë se një stin që zëfill. Ajo është një ktesë e brendshme shpirtërore, një kujtesë që gjithçka ka mundësi të rilindë, edhe kur duket sikur është e humbur. Ajo është një ktesë e brendshme shpirtërore, një kujtesë që gjithçka rilind. Në këtë ditë ne kujtojmë rrënjët tona, historinë tonë, kulturën tonë. Në këtë ditë të shenjtë është koha për të pastruar shpirtin, për të ringjallur dhe forcuar rrënjët, për të mos harruar asnjëherë, askush nga ne, se kush jemi, dhe ne jemi shqiptarë. Ne jemi bie të një kombi të lartë, që ka mbijetuar dhe ka kaluar stuhi dhe dhimbje, por që kurrë nuk ka harruar ta festojë edhe jetën, edhe dritën. Prandaj të nderuar besimtarë, të pranishëm, miqët të ftuar, ju uroj nga zemra gëzuar festën e Nevruzit. Sot ne jemi mbledhur shqiptar nga gjithë trevat dhe krahinat e Shqipërisë. Pra, nga gjithë krahinat e Shqipërisë, por dhe nga gjithë trevat. Nga Kosova, nga shqiptarët e Malizit, nga shqiptarët e Maqedonisë dhe nga shqiptarët e Çamërisë. Dhe kjo tregon edhe një herë që ne kemi një histori të gjallë dhe një identitet dhe përkatësi vitale. Çdo pjesë e jona në fakt tregon një rrëfim të parëve tanë. Dhe është simboli krenarisë, është simboli pastërtisë dhe i qëndresës tonë si kombë. Të dashur bashkombës, diaspora shqiptare në Amerikë ka një rol të jashtëzakonshëm në ruajtjen dhe forcimin e identitetit kombëtar shqiptar. Ju jeni ambasadorët e kulturës sonë, ruajtës së gjuhës së traditës shqiptare, në një shoqëri shumë kulturore. Ndërtuar tona dhe tuaja është trashëgimia jonë, gjuha jonë, historia jonë, kultura jonë, janë këngët, vallet, zakonet, emrat tanë, që duhet i mbrojmë dhe duhet ja trashëgojmë brezave të rinj. Një kombë nuk mbijeton vetëm në tokë. Ai mbijeton kujtesë, ai mbijeton në gjuhë, ai mbijeton në kulturë. E nëse ne I humbim ata, ne kemi humbur
veten tonë. Prandaj, ne kemi një detyrë të përbashkët, të flasim shqip me fëmijët tanë, të tregojmë për historinë tonë, të mësojmë këngët dhe traditat tona. Në këtë përvjetor të Nevruzit, nuk mund të mos kujtojmë dhe plagët tona historike, pa drejtësit historike që na ndanë në 5 shtete, dhe sigurisht genocidin ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Mijëra shqiptarë u dëbuan, u vranë, u zhdukën nga trojet e tyre, vetëm sepse ishin shqiptarë. Kjo është një plagë që kërkon drejtësi dhe që nuk duhet harruar. Shqiptarët e Çamërisë nuk u dëbuan sepse kishin bërë ndonjë faj individual. Në vitet e errta të fundit të luftës së dytë botërore, mbi 30.000 shqiptarë Çamërisë u dëbuan me forcë nga trojet e tyre, ndërsa qindra burra, gra e fëmijë u vranë mizorisht. Ata u dëbuan se ishin shqiptarë, sepse kishin rrënjë të thella në atë tokë të miteve të mëdha. Sot, ajo tokë është bosh nga të zotët e saj. Po ne bitë atyre që mbjetuam, mbajmë barrën dhe nderin, për të mos lejuar që kjo histori të fshihet nga kujtesa. Shteti shqiptar ka detyrimin që mos të hesh përpara padrejtësisë dhe të mbështesë komunitetin e shqiptarëve të Çamërisë. Kërkoj respektimin e të drejtave tona historike dhe njerëzore, rujtjen e kujtimit dhe promovimin e të vërtetës. Çështja Çame nuk është një kohë e të shkurës, por një çështje e drejtësisë së vonuar, dhe drejtësia vonon dhe nuk harron. Çështja e shqiptarëve të Çamërisë, kjo padrejtësi, ka shënjuar jetët e çdo njërit nga ne. Edhe jetën time. Babai im ka ardhur 2 vjeç në atë kalvar biblik, ku u vran, u përzu 20% e popullsisë. Siç u thash, drejtësia vonon por nuk harron. Po në fakt kjo ditë e shënuar është kujtesë për çdo gjë që rilind dhe kur gjithçka duket sikur është e humbur. Për ne çamët, për ne gjithë bashkë këtu, kjo ditë ka një kuptim të veçantë. Është një thirrje për të mos harruar, është një thirrje për të mos u dorëzuar, po për të ecur përpara me dinjitetin e një populli që nuk harroi kurrë kush është dhe ne nuk harrojmë kurrë që jemi shqiptarë Çamërisë. Prandaj sot, ku përkujtojmë ditën e shenjtë të Nevruzit, le të ndezim një dritë shprese në zemrat tona për Çamërinë që kërkon drejtësi, për shqiptarinë që lartësohet nga ju, këtu në Amerikë, për identitetin ton që rron në gur, rron në këngë dhe rron dhe do të rrojë brez pas brezi. Në këtë rrugtim për drejtësi dhe identitet, shteti jam Shqipëria ka një përgjegjësi të shenjtë ndaj gjithë shqiptarëve kudo që ata ndodhen. Është detyrë e institucioneve tona të dëgjojnë, të përvojsojnë dhe të mbështesin diasporën. Diaspora e parë ishte ajo që bëri Shqipërinë. Besoj gjithë e kujtojmë historinë që korifejt e mëdhej të shpalljes pavarësisë vinin pothuajse të tërë nga diaspora. Edhe plaku i urt Ismail Qemali e shumë të tjerë. Sot ne ju kërkojmë që diaspora e dytë të bëjë Shqipërinë. Por Shqipëria dhe shteti jam kanë shumë detyrime kaq jush. Në Shqipëri sot fatkeqësisht mungojnë modelet me të cilët ne duhet të rrisim fëmijët tanë. Me modelin e familjes, me modelin e besimit të Zot, me modelin e njeriut që punon dhe që puna është nder. Por unë besoj shumë dhe ky është rasti për të thënë që ju jeni heroj të vërtet. Ju jeni heroj të cilët pasi nuk e gjetët shpresën, familjen, të ardhmen e shtëpive tuaja në Shqipëri, erdhët këtu. Gjithë e dim dhe ju e dini më mirë se unë që nuk është e lehtë, që të integroheni, që të punonit, që të rrisni të mirë, të jepni një të ardhmë më të mirë, por që nuk e harruat asnjëherë Shqipërinë dhe vetëm dërgesat e diasporës në Shqipëri sot janë të rendit
$1 miliard. Pra gjithë shqiptarët kudo që janë, si edhe në Shqipëri për ndihmuar familjet e tyre, $1 miliard. Sot fatkeqësisht Shqipëria po zbrazët. Sipas censusit të fundit në Shqipëri jetojnë 2.4 milion shqiptarë, kurse jashtë Shqipërisë jetojnë 2.5 milion shqiptarë. Dhe për 2.4 milion shqiptarë që janë në Shqipëri, ne kemi 13 ministri, ne kemi 4 ministra shteti, ne kemi 1.000 institucione. Kurse për 2.5 milion shqiptarë që janë vëllezërit dhe motrat tanë, ne kemi 0 institucione për gjithë problematikën që ato kanë. Unë vetë jam vllai një motre që është në emigrim, e kam këtu. Dhe sigurisht që për çdo njëri nga ne motra është shtrenjtë. Edhe më falni për emocionet. Por ne kemi shumë detyrime kështu jush. Ne nuk duhet vim këtu thjesht dhe vetëm kërkojmë votën për ndryshuar pushtetin në Shqipëri. Por ne duhet mbështetemi disa modele të disa vendeve tjera, të cilat kanë një diasporë fuqishme dhe robustse këtu. Po i përmend rastin e Armenisë, rastin e Izraelit, rastin e Greqisë, rastin e Italisë. Ku shteti jam i tyre interesohet vazhdimisht për të hapur shkollat, për të ruajtur identitetin dhe për t'i bërë ata një forcë fuqishme edhe në vendin e tyre kur janë, por sigurisht edhe lobuse për gjithë interesat e Shqipërisë. Prandaj unë i bëj thirrje vllazërore. Amerika është e madhe, por ju këtu keni vetëm njëri tjetrin. Pavarësisht se vini nga zona të ndryshme dhe gjithë Zoti na vuri dhe na bëri gjithë kushme nga i mendje, unë uroj shumë, siç e shoh këtu, siç e kam parë këtë ditë, që ju të kujdeseni për njëri tjetrin. Ju të jeni bashkë për të bërë një forcë e madhe mbështetëse jo vetëm këtu, por për të bërë edhe një forcë e madhe lobuse për interesat e shtetit shqiptar, pse jo, edhe për shqiptarët e Çamërisë. Por ju keni një detyrim të madh kështu Shqipërisë, sepse ne e kujtojmë nga historia dhe kemi thënë me zë plot, Shqipëri mos ki frikë se i ke djemt në Amerikë, edhe për kontributin që ju keni dhënë. Prandaj ju nuk ftoj që ta mbani të fortë, ta mbani lart, edhe atë çka Shqipëria pret me ju, nga ju. Megjithëse ndoshta nuk ju dha shumë çka. Ne çdo gjë mund ta ndryshojmë, por përkatësinë tonë, identitetin tonë, ai që na bën bashkë dhe solidar, nuk e ndrojmë dot kurrë. Atë Shqipërinë. E unë dua ta mbyll me diçka që më ka bërë përshtypje dhe që e ka thënë Haxhi Bektashi. Të jemi bashkë, të jemi të fortë, të jemi krenar për atë që ne jemi. Dhe unë uroj urime festën e Nevruzit. Rrodh diaspora shqiptare në Amerikë, rrodh Çamëria, rrodh Shqipëria dhe ju faleminderit. Unë në emër të shoqatës Çamëria kam sjell një mirënjohje për gjithë punën që ju bëni këtu në Amerikë. Edhe ja kemi dedikuar Baba Eltonit, po në fakt është mirënjohje për gjithë ju. Shoqata Patriotike Çamëria i atribon mirënjohje komunitetit Bektashi në Amerikë edhe Baba Eltonit. Ta gëzosh, dhe respekt për një.